Zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Kosovë sot nisë zyrtarisht fushata. Subjektet kryesore politike kanë paralajmëruar nisjen e aktiviteteve hapse të fushatës në qytete të ndryshme të Kosovës, ndërsa gara pritet të jetë fokusuar tek përplasja mes partive kryesore dhe kandidatëve për drejtimin e qeverisë. Partitë politike në Kosovë nga sot dhe deri në mëngjesin e 7 qershorit janë në fushatë zgjedhore për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Edhe pse subjektet politike ditë më parë kanë nisur tëbimet elektorale brenda dhe jashtë Kosovës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur që sot të jetë dita kur nis zyrtarisht fushata. Fushata do të jetë 10 ditë shtator, konkretisht deri më 7 qershor në orën 06:59 minuta, ndërsa buxheti i planifikuar dhe miratuar për organizimin e këtyre zgjedhjeve është më shumë se 10 milion euro. Zgjedhjet e reja vijnë pas krizës institucionale të krijuar nga dështimi për të zgjedhur presidentin brenda afatit kushtetues, duke çuar vendin në një cikël të ri elektoral. Subjektet kryesore politike kanë paralajmëruar nisjen e aktiviteteve hapse të fushatës në qytete të ndryshme të Kosovës, ndërsa gara pritet të jetë fokusuar tek përplasja mes partive kryesore dhe kandidatëve për drejtimin e qeverisë.